Trendi I uljes së numrit të nxënësve në shkollat e Kustivarit po vazhdon edhe më tej. Në seancën e 9 të Këshillit të Komunës së Kustivarit u dha pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 24 nxënës në shkollat fillore dhe të mesme komunale. Sqarim para këshilltarëve për domosdoshmërinë e këtij vendimi bëri përfaqësuesja e sektorit të arsimit në komunën e Kustivarit, Nafie Zendeli. Ligji për arsim fillor dhe të mesëm bën obligim ligjor komunën, po jo vetëm atë, po edhe shkollat fillore dhe të mesme për formimin e paraleleve. Kjo pikë nënkupton në nxjerrjen e konkluzionit, të cilën ne më pastaj u dërgojmë të gjitha shkollave fillore, është obligim ligjor. U dërgojmë sepse Inspektoriati I Arsimit një kopje të tillë për funksionimin normal të shkollave fillore dhe të mesme kërkon një nga konkluzionet e miratuara edhe nga ju si Këshill Komunal. Të njëjtën pikë ne dërgojmë edhe në Ministrinë të Arsimit, përvoja e deritanishme nuk na ka bërë të qartë se një përgjigje e tillë vjen qoftë pozitive, po qoftë edhe negative nga Ministria e Arsimit, gjë që nënkupton se me konkluzionin e dalë nga Këshilli Komunal, paralelet me më pak numër se 24 arrin të funksionojnë. Andaj besoj se është e rëndësishme sjellja e vendimit apo e konkluzionit nga ju. Kujtojmë se një vendim I tillë merret pothuajse çdo vit, pasi shkollat paraqesin kërkesa në komunë për shkak të numrit të zvogëluar të nxënësve të regjistruar. Pëlqimi I Këshillit është I nevojshëm që mësimi të zhvillohet në paralele të veçanta, pa bashkimin e klasave, edhe kur numri I nxënësve është nën minimumin e përcaktuar me ligj. Nga komuna u theksua se kërkesa të tilla kanë ardhur nga disa shkolla, ndërsa arsyeja kryesore mbetet rënja e vazhdueshme e numrit të nxënësve.